fundit flasim për mrekulli teknologjike, zonja dhe zotrinj, të nëntët në botë, ndërkohë që po na heqin kanatieren iranianët. Sigurisht që janë iranianët, megjithatë me Denisa Kelen do të diskutojmë çfarë po ndodh në këtë lëmin teknologjik mbi gjitha tani që po rilindën iranianët. Denisa, mirëmëngjes, mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Ndërkohë që do duhej të kishim zgjidhur problemin e diellës që i ka hedhur në gjyq, i Albanian që na ka rënë, i Tatime që na ka rënë dhe çdo gjë tjetër, del dhe kjo shakaja ku kryeministri ishte euforik për ta vendosur në mënyrë elegante. Si do duk indeksi kombëtar i sigurisë kibernetike? Euforike isha dhe unë në fakt. U gëzove dhe ti? Aq shumë, nuk e ke idenë. Më thënë, atë moment më kapi një optimizëm shumë i madh, thash, wow, emigroj, më në fund, po. Më në fund thash, ja dolëm, Shqipëria vendi 9, nuk e di, do të ishte kjo një gëzim shumë i madh, po them, në gjithë botën teknologjike dhe ne vetë si ekspert u entuziazmuam, filluam të komunikoni me njëri tjetrin. Elon Musk u bleu shtëpi në Surrel. Të gjitha këto është qesharake. Është kaq qesharake sa që unë nuk e di, domethënë se si vazhdojnë dhe kanë bërë një dy statuse dje dhe isha në atë pikun tim, atë pikun tim dhe me një lloj inati brenda, sepse po shikoj edhe deklarata shumë prej personave nga institucionet përkatëse që thoshin që po mundohemi ta zgjidhim këtë pjesën e sulmeve kibernetike tashmë të postës që është i fundit. Po se posta na ka rënë postë. I postës që është i fundit, asgjë nuk është prekur dhe disa deklarata banale, dhe unë mund të them që ky mund të jetë është kthyer në një ndër shtetet me institucione më banale, po ndërkohë që edhe me njerëzit më banal që janë brenda këtyre institucioneve. Po ata e kthejnë institucionin më banal. Kjo pjesa e të nëntët është një PR shumë i mirë, domethënë i deklaruar në këtë lloj forme. Ne si jemi asgjë kundi, të nëntët jo, pra nuk mund të jemi në listë top 10 në botë për sa i përket sigurisë kibernetike, sepse kjo është evidente. Nuk ka nevojë fare që të flasim me dokumentacione dhe me ligjet e me amendje. Iranianët po na heqin kanatieret, por po na heqin kanatieret dhe çdo gjë tjetër që neve kemi. U tregova elegant për te. Iranianët më thonë se kjo është një lloj renditje e bërë nga ky institucion dhe është totalisht e lidhur me dokumentacion ligjor. Pra në sensin që çfarë dokumentacioni ka parashitur Shqipëria për sa i përket pjesës sigurisë kibernetike. Por dokumentacioni ligjor nuk është ajo që në një lloj forme shpalos apo përfaqëson realitetin e sigurisë kibernetike në Shqipëri. Si punon këtyre raporteve të shoqërisë civile. Po. Pra janë dy gjëra totalisht të kundërta, të asaj çfarë neve shkruajmë që jemi apo do jemi, dhe të asaj që çfarë jemi realisht. Dhe faktet tregojnë që ne nuk jemi realisht dhe që si jemi gjëkundi realisht. Pra, kemi sisteme që bien njëra pas tjetrës, kemi shumë sisteme që janë të ndërlidhura në një, pra siç është i Albania, dhe kjo padyshim që e bën Shqipërinë totalisht vulnerabël, të zhveshur përpara çdo lloji sulmi kibernetik. Dhe nëse flasim për sulmet kibernetike në Shqipëri, nuk flasim për sulme kibernetike sofistikuara, të atyre që ne i themi super hacking, por flasim për sulme kibernetike banale. Dhe kur flasim për sulme kibernetike banale, do të thotë që infrastruktura kibernetike e Shqipërisë është totalisht vulnerabël dhe nuk është as bazike. Pra flasim për phishing ose flasim për sulme kibernetike që vijnë një nga gabime njerëzore ose dy nga pasuardet të dobta. Dhe dollar kthesa e kamzës, dollar. Këto të pasuardi i famshëm? Pasuardi i preferuar. Dhe nëse shikojmë disa nga të dhënat që ka dalë pikërisht nga personat që kanë bërë sulmet kibernetike, shikohet që një pjesë shumë e madhe e pasuardeve të institucioneve në Shqipëri, pra kanë pasuarde që të paktën nuk janë ndryshuar në 9 muajt e fundit apo në vitin e fundit, dhe pasuarde që janë totalisht shumë thjeshta për tu identifikuar. Pra, jo ato pasuardet që praktikisht takojnë që të ketë një institucion me persona që janë kompetent, po e them, fushën e sigurisë kibernetike në Shqipëri. Për kuriozitet këtu, ku dallon një pasuard shumë i thjeshtë nga një pasuard shumë i komplikuar për të hakeruar? Se hakerat besoj nuk nisen vetëm me hamendje. Po tash për shembull institucionet publike nuk mund të kenë pasuarde, po e them, Denisa 86. Okej. Dhe shumica pasuardeve janë të kësaj natyre. Pra nuk është se janë pasuarde që janë pak të dhëna mund ta identifikosh. Ka doli edhe një përshkrim, besoj se dikush nga ekspertët e teknologjisë informacioni dhe e kishte me shifra reale, pra kishte marrë diku te 2000 pasuarde që ishin institucionet publike dhe 1000 e pak ishin pasuarde që ishin të dobta. Pra, po flasim për infrastrukturë bazë. Kjo e bën totalisht vulnerabël. Dhe çfarë tregon kjo? Tregon që burimet njerëzore që janë në këto institucione, pra s'kan lidhje fare me punën që bëjnë. Tani, nga sektori jot, nga ata që ti mëson, nga ata që ti njeh, që ke kolegë